Lotët që nuk u pan, ai ishte një djalë i fortë në dukje, një luftëtar që nuk dorëzohej lehtë. Jeta e kishte mësuar të mos tregonte dobësi, të mos lejonte askënd të shite dhimbjen e tij, por ajo ishte përjashtimi i vetëm. Emri i saj ishte Sara, dhe ajo ishte e vetmja që e dinte se pas muskujve dhe pamjes së ashpërfshihej një zemër e brisht. Ata e kishin gjetur njëri tjetrin në kohët më të errëta dhe ishin bërë drita e njëri tjetrit. Premtuan se do të ishin bashkë gjithmonë, pavarësisht çdo pengesë, por fati është i padrejtë. Një aksident i papritur ja mori Sarën nga jeta, duke e lënë atë vetëm me kujtimet dhe dhimbjen që s'kishte si ta shprehte. Nuk qante para askujt, nuk fliste për të, por çdo ditë, në heshtje, vuante. Stërvitja ishte e vetmja arratisje nga realiteti i hidhur. Pesha që ngrinte nuk ishte vetëm metal, por edhe bara e dhimbjes së tij. Dhe aty, mes dhimbjes fizike, ndjente sikur ajo ishte ende pranë tij, duke e vështruar. Ndërsa shtrinte trupin e lodhur në stol, një lot i vetëm i rëshiti në faqe. Ishte loti i dashurisë që nuk do të vdiste kurrë, një dhimbje që do ta mbante gjithmonë brenda vetes dhe një premtim që nuk do ta thyente. Të bëhej i fortë për të, sepse ajo do të donte kështu. Like Subciribe follow për më shumë video si kjo.